Përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të podcastit Objektiv. Mirë se keni ardhur në episodin ton të radhës me mua Esmeralda Pashollarin dhe me mua Alban Tufa. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar gazetarin Ronaldo Saliani, i cili ka ardhur këtu për të na treguar pak për eksperiencën e tij se si e ka nisur gazetarin, por edhe për ndryshimet dhe zhvillimin dhe evoluimin e gazetarisë ndër vite. Përshëndetje Ronaldo. Përshëndetje Esmeralda, faleminderit për ftesën. Kënaqësi dhe çfarë kënaqësie. Kënaqësia është e gjithë e imja, profesor. Mirë se na erdhe shoku gazetar. Edhe ne kemi luksin të përdorim edhe këto. Këto në podcast, nëse s'kemi nuk keni kështu kortezi gjëra. Jo, s'kemi. Jo, fatmirësisht nuk kemi. Dhe kushti është që të jemi sa më të rehat. Kështu që mirë se na erdhe. Preferoj ta nis kështu. Tani ti i gazetari, më le të prezantoj kështu si gazetar, ke një përvojë në disa televizione, duhet të thënë kombëtare, a qëndron kështu apo jo? Po. Okej, kombëtare. Kam punuar edhe në një branch ndërkombëtar. Okay. Wow, po. Kombëtare dhe ndërkombëtare, Esmeralda. Dhe më intereson të di, kam qenë për herë kurioz, çfarë mendon dikush që do të studioj gazetari? Pra, çfarë ke menduar para se të fillosh të studiosh gazetari? A ke pas për shembull ëndër të bësh gazetar apo ka qenë thjesht rastësi e rrethanave? Shiko se ti flet mirë, deri mami. Ka qenë edhe dëshirë, ka qenë edhe jam ndodhur aty për shkak të rrethanave. Unë që i vogël jam marrë me këto aktivitetet, prezantoja koncertet që bënim me shkollën, pastaj kur u rrita, prezantoja koncertet që bënim me Pallatin e Kulturës dhe isha gazetari i klasës. Isha kryeredaktor i revistës së shkollës dhe domethënë ishte fare natyrshme që unë do studioja për gazetari. Dhe madje ne në atë kohë nuk e di si e kanë këta studentët tuaj tani, por ne bënim ca bluza mature atëherë që shkuanim shënime njëri tjetrit. Unë kam akoma në shtëpi atë bluzë. Edhe unë kam pas bërë bluzë mature. Jo, ne nuk kemi. Ta pyesim, jeni brezëri ju. Bëni ti bluzë mature. Keni bërë. Dhe te bluza e maturës mua të gjithë më kanë shkruar gazetari kështu, gazetari ashtu, gazetari këtej, gazetari ande. Domethënë viti i tretë i gjimnazit i imi ishte destinuar që unë të bësha gazetar. Pra e prisnin gjithë. Megjithëse shumica ishin kundër, profesori im i matematikës ka qenë kundër, regjizori ka qenë kundër, Dimitri Orgocka, që unë kam pasur shumë njerëz të afërt, ka qenë kundër. Nuk donin që unë të bësha gazetar, por unë vendosa të bësha. Edhe familja nuk është se ishte shumë pro, por nuk ma thoshte, megjithatë unë gazetarin vura të parën. A ndodhi pastaj që i takove ti këta njerëzit më vonë? Sigurisht familja e ka po e kam fjalën për profesorët e tjerë, domethënë i takove më vonë që pasi u bëre gazetar? Po. Mbaj mend, takova pasi unë mbarova shkollën dhe nisa punë si gazetar, kam bërë një intervistë me Dimitri Orgockën. Edhe aty ai më tha unë isha kundër që ti të bësh gazetar, po jam shumë i lumtur që ti u bërë gazetar tani. Se bëm një intervistë shumë të bukur me Dimitri Orgockën. Ai ishte kundër sepse ai nga që kishte patur një eksperiencë të gjatë dhe njihte shumë gazetar, mendonte që gazetaria thoshte nuk të lë kohë për asgjë, as për veten, as për të lexuar, as për të marrë me art, sepse unë isha ndër të tjera edhe aktor në teatrin e vogël që ne kishim aty dhe ai mendonte që duke u marrë me gazetari nuk mund të merresha dot me këto gjërat e tjera që unë merresha më shumë se sa me mësimet. Po pastaj kur pa që unë edhe si gazetar i kushtoja rëndësia artit edhe leximit, unë ndje mirë dhe më tha, e di si është puna, tha jam shumë i lumtur që ti u bëre gazetar, tha. Edhe kjo ishte një nga gjërat që më kanë mbetur nga bisedat e fundit me Dimitri Orgockën. Pasi u futem në Universitetin e Gazetarisë në shtet kam përshtypjen. A u plotësuan ato pritshmëritë tua, domethënë a ishte ashtu siç e kishe menduar Universiteti i Gazetarisë edhe përvoja atje? Po, ishte ashtu siç e kisha menduar, se unë nuk shkova kështu qorazi, unë lexova. Domethënë unë pash kush ishin pedagogët, pash cilat ishin lëndët që bëheshin, çfarë ndodhte aty, nuk isha si ca shokët e mi të klasës që erdhën aty dhe mendonin që do dilnin të nesërmen në televizor. Dhe 90% e atyre që ishin aty donin dilnin në televizor. Madje kur na ka pyetur, nuk e mbaj mend cili nga pedagogët na ka pyetur pse keni zgjedhur gazetari, shumica donin dilnin në televizor, unë thash se mendoj që kam aftësi të mira për të shkruar. Fakti është që unë dola në televizor dhe ata kolegët e mi nuk është se dolën në televizor, përfunduan duke shkruar, po kështu shjeta dhe ju thash që se ata mendonin që do dilnin në televizor se ishin të bukur. Thash unë kam surrat për radio, po ndoshta punojnë në televizor. Jam ku i di, okay.
Me që e prek e pak këtë punën e të shkruarit, sigurisht në përvojën tënde dhe aq sa ke ndesh në për ku diun redaksi, koleg, miq, shok, po dhe ndoshta student që mund të jenë qas. Çfarë roli mendon se ka aftësia për të shkruar, aftësia për të lexuar, pastaj edhe çështjet e letërsisë, sa e ndihmojnë për shembull gazetarin, sepse unë si shpëtoj dot, ju e dini që na ndiqni në çdo podcast që unë nuk shpëtoj dot letërsisë, kështu që prandaj e bëj këtë pyetje. Sa mendon se ndikojnë këto që gazetari të jetë më i mirë, më i mpreft, më i informuar gjithsej në natyre? E ndihmojnë, është një ndihmë shumë e madhe, sepse duke qenë njeri i lexuar, ti di edhe të flasësh, nuk e ke bagazhin të kufizuar. Dhe duke qenë se gazetaria televizionit në këtë rast, ka të bëjë shumë me të folurën, me fjalën, sa më shumë i lexuar që ti jesh, publiku e dallon që ti je i lexuar, që ti ke një bagazh të caktuar, sepse ti përzgjedh fjalët për raste të ndryshme, sepse kur je gazetar duhet raportosh nga tërmetet, përmbytjet, vrasjet, vdekjet, festat, gëzimet, për çdo gjë, dhe ti duhet të përzgjedhësh fjalët që i përshtaten rastit për cilin ti po raporton. Një njeri që ka lexuar më pak, nuk dua të them i pa lexuar, se gazetarët përgjithsisht janë njerëz të lexuar. Nëse nuk lexojnë letërsi, lexojnë gjëra që lidhen me profesionin e tyre, lexojnë ligje, lexojnë projekt ligje, lexojnë dosjet e famshme, lexojnë dosjet e spakut që janë. Por një njeri që është pak më shumë i lexuar dallohet dhe e ndihmon kjo për të shprehur në çështje të ndryshme dhe për të gjetur regjistrin për secilën nga çështjet, sepse duhet edhe puna e gazetarit ka të bëjë me shumë kategori njerëzish dhe ti duhet gjesh regjistrin për të folur qoftë me politikanin, qoftë me ministrin, qoftë me atë fshatarin që i kanë mbetur prodhimet pa shitur atje. Nuk mund të shkosh tani të flasësh me të njëjtin regjistër dhe fiton ca shprehi duke qenë i lexuar, por mos lexoni në orar të punës. Po se këtu ka një okay, nice, mos na marrë ka tjetër biseda. Unë doja të të pyesja pak, ti ke pasur shumë eksperjenca në televizione të ndryshme, në redaksi të ndryshme. Cila është ajo që ti do të spikasje më tepër, që ka qenë një ndër eksperiencat tua më të bukura? Dëgjoj, se cila eksperiencë ka ato veçantitë e veta. Unë kam nisur. Ja, kështu e kam përfituar këtë lloj përgjigje. Se cila eksperiencë ka do të jetë? Sepse e di pse. Okej, ashtu. Nëse do përzgjidhja eksperiencën time të parë në redaksionin e Klan Plusit me profesorin tim mentor Kikia, i cili më mori, e kisha profesor në universitet dhe më mori në redaksionin e Klan Plusit fillimisht si praktikant dhe pastaj fillova si gazetar. Kjo është fillimi i profesionit tim që është patjetër një hap shumë i rëndësishëm për mua. Po ashtu puna në Euronews, trajnimet në Euronews, puna me mobile journalism, mënyra se si punoj në Euronews, patjetër që ishte një eksperiencë shumë e veçantë. Puna po ashtu në News 24, një televizion informativ me një ritëm të jashtëzakonshëm që duhet jesh i përgatitur në çdo moment për të qenë live. Audienca që News 24 ka, është gjithashtu ka veçantitë e veta dhe secila punë ka veçantitë e veta. Patjetër. Për të shakas, domethënë, edhe në të sensë përfituroja kështu. Shiko, si çdo gjë, në një harë kështu 10 vjeçar ka pësu kështu ndryshime marramendse. Dhe sidomos po të vijemi 2 vjeçarit fundit me këto inteligjencë artificiale dhe me këto gjëra që të speakerat virtual të gjëra të natyre. A mendon se këto teknologji a ndikojnë të këto teknologji në ndryshimin e profesionit të gazetarit? Sigurisht, domethënë i dinë ato saktësia të gjëra të natyre, po a mundet që kjo formë e re ta ndikojë përmbajtjen ose punën e gazetarit në përditshmëri? Ndikon, patjetër, dhe do të ndikojë edhe më shumë në të ardhmen. Sepse në Shqipëri nuk është se ka patur deri tani një ndikim kush e di se sa të madh, përveç në një speaker virtuale që ka zvendosur ata që lexojnë libra në orar të punës, por drejt asaj do shkojmë dhe nuk i shpëton dot. Okay. Por sa rrezikohet profesioni gazetarit, është një libër që ne studionim në universitet. Ana duhet më gazetarët. Erik Scherer. Ka një 20 vjet që studiohet ky libër Ana duhet më gazetarët në universitetin në fakultetet e gazetarisë. Është botimi 2013.
Dhe vazhdojnë duhen akoma gazetarët. Do mendoj që do vazhdojnë na duhen akoma gazetarët, por ka për të ndryshuar mënyra se si bëhet gazetari. Gazetarët duhet të krijojnë disa aftësi të reja për të dalluar më tej fake newsin. Sepse ti nëse sheh sot një foto të bërë me inteligjencë artificiale, ti nuk e dallon dot më nëse është e vërtetë apo është inteligjencë artificiale. Duhet krijojnë ca shprehi për të dalluar të vërtetën në këtë botën e krijuar nga inteligjenca artificiale, që do të jetë mbushur. Është xha e mbushur, por do të vazhdojë të mbushet akoma më tepër me lajme të pavërteta dhe gazetarët duhet krijojnë shprehi për të parë përtej asaj që serviret dhe për të shkuar tek e vërteta, por po ashtu duhet edhe të përshtaten për ta përdorur. Nuk është një gjë që nuk e anashkalon dot. Okej. Dhe gazetarët duhet përshtasin aftësitë e tyre që të mund të mbijetojnë në këtë treg dhe ta bëjnë profesionin e tyre sa më mirë dhe të përdorin lehtësitë që jep inteligjenca artificiale. Dhe me që jemi këtu duhet të them që intervistën e parë me ChatGPT-n në Shqip e kam bërë unë. Ka marrë intervistë ChatGPT-n, po. Këtë, po. Kur u hap atëre për gjuhën shqipe, mora ChatGPT-n intervistë dhe e pyeta. Sigurisht atëre ishte në fillim, nuk ishte ngjarje. Ishte sofistikuar, por i kam bërë intervistën inteligjencës artificiale, kështu që e kam mirë me inteligjencën artificiale, nuk është se do më. Po, sot gjatë punës tënde e përdor shumë inteligjencën artificiale dhe në cilat raste më tepër? Jo, nuk më bie që ta përdor se unë tani në News 24 jam në studio, jam speaker i lajmeve. Dhe nuk se di për ndonjë intervistë ose për. Po mirë, për kokrën e qefit. Kur je vetmuar ndonjëherë. Po. Flet me inteligjencë? Po, flas. Po. Për shembull dje jam zënë me ChatGPT-n dje. Ça bëri? Kujre, kutëra. E do të tregoj chatin se kam një chat interesant me ChatGPT-n. Okej. I thash të më bënte një prezantim, po tha do ta bëj. I dhash materialet që më duheshin për të bërë atë prezantimin, po tha do ta bëjmë prezantimin. E kuptuan. Po e qartë. Prita, i thash, jam duke punuar, shiko se po punoj dhe më mbajti varur një 4-5 orë. Dhe pastaj në fund më tha, më vjen shumë keq po unë nuk mund ta bëj këtë prezantim për ty, tha. Aty ishte thyrja jonë e madhe dhe unë i bëra si i lënduar dhe po të lutem se më vjen keq, po ti duhet ta bësh vetë se unë nuk të ndihmoj dot këtu se aftësitë mia nuk shkojnë dot deri këtu. Pyetja ime është kjo, pastaj mbaje mend se si po e tregoje. Dhe bëra vetë prezantimin. Po patjetër këtë e di. Po pyetja është kështu. Ti ndërkohë i kishe premtuar asaj, si thënë referove, ose atij chatit, ndonjë gjë e kishe bërë pro? E kishe paguar? Po fikse kishe paguar. Po çfarë pret? Kisha atë kohën se një numër përgjigjesh është pa pagesë. Pastaj nëse vazhdon po limitohet. Unë isha te kjo pjesa e parë. Më premtoi te pjesa e parë, po duke folur kaloi ky numër i përgjigjeve dhe ngeci. Interesant. Okej, shiko. E përmendëm pak më përpara se si teknologjitë e afektojnë punën dhe bijem dakord që afektojnë punën e gazetarit. Sigurisht roli i gazetarit pavarësisht këtyre gjërave mbetet i pandryshueshëm dhe për të mos thënë më i domosdoshëm se sa më përpara ose më i domosdoshëm se kurrë. Po në përvojën tënde, tani ti mund të jesh ndesh në redaksi me studentë që kanë ardhur sefte ose e kujton veten të paktën. Po. Çfarë aftësish mendon ose çfarë shkathësish për të mos thënë kështu skills që do këta. Duhet të ketë sot një reporter, një gazetar i cili do të raportojë. Domethënë aftësi të reja që zatë mund mos i dinë njerëz do të studentët e gazetarisë. Ose ndoshta edhe që nuk i marrin në bankat e universitetit. Po. Ose që nuk i marrin seriozisht në bankat. Ose që nuk i marrin seriozisht. Është kjo, se unë mendoj që universiteti jep një bagazh të mirë, po varet sa seriozisht i merr dhe varet për çfarë ti je interesuar. Unë nuk isha interesuar për matematikë dhe më duhet matematika tani, statistika dëgjoj, profesioni i gazetarit tani është duke ndryshuar dhe po ndryshon me ritme të shpejta, do të ndryshojë akoma më tepër. Gazetari i 5 viteve nga sot do të jetë gazetari gjithçka bërës. Gazetari që i bën gjitha vet. Do thotë që nga filmimet, nga përgatitja për intervistë, nga editimi, nga publikimi online, pra është one man show dhe gazetari duhet jetë i përgatitur që të di të ketë bazat e multimedias, të di të filmoj, të di të editoj, por nga ana tjetër duhet të ketë edhe aftësitë që i ka gazetari sot, të di të hulumtoj, të përgatitet për një intervistë. Por nga ana tjetër duhet të ketë edhe aftësitë e tjera që
të ditë përdori teknologjitë e reja që dalin, platformat e reja që dalin, që të mund ta publikoj punën e vet në platformat e reja që dalin për të arritur sa më shumë audiencë, sepse qëllimi i një gazetari është të arrijë gjëja që ai bën të arrijë sa më shumë njerëz. Dhe nuk do të ketë më ekipe xhirimi, mendoj. Që shkon një shofer, një kameraman, që xhirojnë në terren, pastaj kthehen, pastaj ke një montazhier në redaksi dhe pastaj montazhieri bën montazhin e kronikës, pastaj është një njeri tjetër që e hedh në YouTube, një njeri tjetër që e hedh në Facebook, një njeri tjetër që e hedh në web, një njeri tjetër që e transmeton online. Mendoj që me kalimin e kohës këta njerëz do të reduktohen. Dhe kanë filluar. Ne në Euronews nisëm të parët atëherë me Moxho dhe mbaj mend kur shkoja politikan Hirëndaj. Edhe unë kisha folur me atë kur isha në Klan Plus dhe kisha shkuar gjithmonë për intervista, ai kishte një farë respekti për mua, unë kisha respekt për atë, se isha gazetar i ri dhe më duheshin intervistat e atij. Kishim krijuar një marrëdhënie kështu, win-win, ai do dilte në televizor, merrni intervista të mira. Dhe i them unë kam kaluar në Euronews, i them dhe do vi të bëj një intervistë. O, thot patjetër, me shumë kënaqësi. Shkoj unë atje, vetëm unë, ngrej stativin e telefonit, vë telefonin, i vë mikrofonin, ulem para dhe fillojmë. Çere, o kjo merr çu. Tashun po kshu. Ishte mësuar me ekip. Kshu janë këto të jashtëmit, i thashun. Çere, s'pas kanë lek për kamera këto të jashtëmit, jo, i thashun po shiko se gazetaria kështu. Tha. Mendoj që gazetaria po merrte fund, por ky është pak e vështirë që të kuptohet nga ata që janë çdo ditë në televizion, mënyra se si po ndryshon televizioni. Dhe do bim dakord që kamera ka një lloj kështu, ka një lloj potence, ka një lloj potence te politikanët, te njerëzit e thjeshtë. Kur ti u shkon me kamerat as tepër, kur u shkon me telefon, un kam bërë një emision të tërë, emisioni Udhëtarët, e gjeni në YouTube, emisioni Udhëtarët. Është gjuar i gjithë me Moxho, i gjithë me telefon. Dhe kur shkonim ne, se tani i kanë marrë gjithë këto mikrofonat e bukur që vijnë kështu, që lidhen me telefonin, por ne i kemi pas të parët ato, dhe kur shkonim ne dhe u vinim këto mikrofona duke gjë e çuditshme në 2020, 2021, 2019. Interesant. Dhe e kam kuptuar se sa ta lehtëson punën dhe sa ta lehtëson jetën si gazetar Moxho. Kështu që Moxho është e ardhmja e gazetarisë. Ata që janë duke studiuar sot gazetari këtu në Bedra apo kudo ku po studiojnë në universitete tjera, duhet të punojnë. Duhet t'i kushtojnë shumë rëndësi Moxhos, editimit dhe platformave online. Kam edhe një kështu tjetër, se po e mendoja tek sa po flisje. Ka një koncept, është koncept pak i vonë, quhet brandi ose marka personale profesionale. Është një lloj kështu ndërthurje. Tani, kur përmendet ky lloj koncepti, më vjen në mend disa gazetarë, të cilët e kanë shkrirë personalen me profesionalen. Dhe kjo është vështirë ta mbash të ndarë. Megjithatë, kur ne ndjekim të gazetarë nëpër Instagram, TikTok, gjëra të kësaj natyre, kanë një lloj audiencë që është e veçuar nga ajo televizionit dhe shpesh herë gazetari bëhet qytetar i angazhuar, bëhet një lloj aktivisti, bëhet një lloj thojza filantropi etj. Gjë që për mua është gjë shumë pozitive, po çfarë duhet të bëjnë ta të tjerë që janë më të rinj, në kuptimin për ta ndërtuar një brand të mirë, personal, profesional? Unë kam një problem me këta gazetarët që the ti, është gjë shumë e mirë kjo që bëjnë, por kryesisht kjo gjë po ndodh nga gazetarë që kanë shumë vite, 30 vite në këtë profesion dhe nuk janë të updateuar me gjërat e reja që ndodhin. Dhe janë si ata që e trajtonin portalin në fillim kur doli Median Online si gazetë. E trajtojnë Facebookun si televizion, e trajtojnë Instagramin si emision prime time. Okay. Një shprehje që çdo gazetar duhet ta ketë kështu si postulat t'ia thot vetes gjithmonë në profesionin e vet është ajo që ka thënë Marshall McLuhan, mediumi është mesazhi. Nëse ti i jep mesazhin e gabuar një mediumi, do të keq kuptohesh nga audienca. Në TikTok ti nuk bën dot emisione të thelluara politike. Në Facebook ti nuk mund të shkruash siç shkruan një artikull gazete. Në televizion ti nuk flet dot me gjuhën e Instagramit. Dhe shpesh herë këto mediume ngatrohen me njëri tjetrin dhe mesazhi që jepet në këto mediume është i gabuar për mediumin që jepet. Ose në fillim televizionet e merrin shablon ato që ndodhen në televizion dhe e hidhin në Instagram. Nuk prodhonin content për Instagram. Tani kanë filluar prodhojnë content posaçërisht për Instagram.
Dhe mendoj që nëse do t'ju jepja një këshill gazetarëve të ri është, nëse duan që të krijojnë një brand të vetin, duhet të kemë parasysh se mediumi është mesazhi. T'i japin mesazhin e duhur, t'i japin kontentin e duhur çdo mediumi. Instagrami do kontentin e vet, Facebooku do kontentin e vet, YouTubei do kontentin e vet, webi do kontentin e vet dhe mos i ngatroni mediumet me njëra tjetrën se do të krijoni paqartësi për veten në rast të parë, pastaj për publikun, sepse profesori im i shkrimit lajmit, Zylftar Bregu, i cili është një nga njerëzit që kanë ndikuar më shumë në formimin tim dhe të shumë brezave të gazetarëve, thotë, nëse nuk je i qartë për veten, nuk mund të jesh i qartë për të tjerët. Vërtet. Me që jemi tek kjo pjesa e platformave sociale, mendojnë që media tradicionale në Shqipëri ka arritur që të përshtatet mirë me këto platforma. Jo, po përshtatet shumë keq. Shumë keq. Problemi që po ndodh tani në Shqipëri është që po i kthejnë ekranet e televizorëve në platforma ku prodhojnë kontent për YouTube-in dhe për TikTok-un. Do të thonë, ti ke një televizion dhe ti e ndërton panelin në atë emision, apo i ndërton lajmet, e ndërton edicionin e lajmeve, e ndërton çdo gjë në televizion me idenë që do ta hedhësh në YouTube dhe do marrësh klikime. Dhe kjo e vret televizionin. Do të thënë, televizioni nuk është më televizioni që ka për qëllim informim, edukim, argëtim, por ka për qëllim klikimet. Dhe klikim, shpërndarje, koment. Klikim, shpërndarje, koment. Dhe mendoj që është fazë akoma e paqartë kjo dhe do të qartësohet me kohën, kur njerëzit kuptojnë, kur drejtuesit e redaksive të kuptojnë se televizioni është televizion, YouTube është YouTube. Njerëzit që shohin televizion duan të shikojnë një gjë që është për televizion. Ata që duan të shohin YouTube mund t'ju prodhosh një gjë që është për YouTube. Po televizioni është gjë serioze. Nuk mund të ketë në televizion gjëra që ecin online, sepse është ajo që tham, mediumi është mesazhi, nuk ngatrohet mesazhi në medium. Nëse ti ngatron mesazhin në medium, ke dhënë mesazhin e gabuar. Po ndoshta kjo mund të konsiderohet edhe një si fillim i shpërbërjes së televizionit tradicional, ndoshta? Jo, nuk mendoj që televizioni tradicional ka për të shpërbërë ndonjëherë. Gjithmonë ka për të patur njerëz që do të shohin televizion. Do të ndryshojë mënyra se si shihet televizion. Ne tani kur shkojmë në shtëpi nuk e shohim më nuk presim të shkojë ora 7:30, shohim edicionin e lajmeve. Ka kështu platforma që ti e shikon edhe kur ka ndodhur. Ka dhe platforma online, për shembull, unë shoh edicionet e lajmeve, që janë në televizion, i shoh te një aplikacion që e kthej mbrapsht, ka mundësi ta kthej mbrapsht. Edicionin e lajmeve dhe ta shoh. Live streaming e kthen mbrapsht. Dhe nuk është të thonë që ti të presësh sa të fillojë të ulesh atje siç uleshim ne dikur, pushoni, mos bëni zhurmë se tani fillojnë lajmet. Ti mund të shohësh lajmet në televizion, por të kesh mundësinë për ta parë kur të duash ti. Do ndodhe njëjta gjë siç ndodhi me radion, që kurrë nuk u zhduk, por që u transformuan në një formë tjetër. Është një shprehje, sa të ketë makina do të ketë radio. Dhe sa të ketë shtëpi do të ketë televizor. Kam përshtypjen domethënë. Dhe një çështje të fundit, sepse koha fluturon. Pse mbaruam? Jo akoma, por gati. Ideja është këtu. Ne për kështu kur e kam unë. Ne sa herë kemi dikë që ka lidhje me Bedrin, e pyesim pak për eksperiencën e Bedrit. Dhe ti ke bërë masterin në Bedër dhe si bie, sa po ke mbrojt tezën e masterit? Sot sa po mbrojta tezën e masterit dhe mora 10 me 100 pikë. Urime. Ndjehu krenar. Ndjehem shumë krenar që e mbylla, se kishte kohë që s'varritej. Dhe kemi qenë shoq klase me Esmeralda. Okej. Për të gjithë ata që nuk e dinin. Përshëndesim shokët tanë. Ne kërkojmë kështu thjesht një lloj përshtypje si ka qenë gjithë përvoja në Bedër. Ka qenë një përvojë shumë interesante dhe shumë intensive. Gjithë mund të thonë se ne bëjmë PR, por ne s'bëjmë PR. Jo, nuk është çështje. Po bëm PR. Edhe po bëm PR në këtë për të unë sot u diplomova për PR, kështu që unë jam i certifikuar. Jam i certifikuar për të bërë PR. Edhe jemi certifikuar. Edhe Esmeralda certifikuar për PR jo. Kështu që ne do ta bëjmë PR-in. Okej. Të fshehur apo drejt për drejt do ta bëjmë, por ajo që më ka pëlqyer mua në Bedër është që Bedri nuk është një universitet, është një komunitet njerëzish. Okej. Nuk është universiteti klasik ku ti shkon atje dhe shikon një profesor hierën që vjen aty në orën e leksionit, mban një leksion. Është një komunitet njerëzish që ti mund t'i shohësh bashkë te biblioteka, bashkë në leksion, dhe profesorët janë, duke qenë se nuk është se ka
700.000 student, po ka klasa me një numër studentësh që ti mund të aktivizohesh. Për shembull, nëse në një departament tjetër janë 200 student në të njëjtin vit paralel, këtu janë më pak student. Po patjetër. Dhe të gjithëve, dhe nëse një student i bie radha që ta prezantoj punën e vet një herë në shumë kohë, këtu çdo student aktivizohet dhe ti duke u aktivizuar me punë, me projekte kërkimore, duke pasur profesorë të rinj pranë vetes që të mbështesin, e merr me qef atë gjën. Edhe ajo gjë që është e vështirë, ty të lehtësohet, të bëhet e lehtë, se nuk është ky kontakti i largët i profesorit me studentët. Të gjithë profesorët, unë mbaj mend të gjithë profesorët që ne ju shkruanim, edhe në WhatsApp ju shkruanim profesorëve, ata na kthenin përgjigje. I takonim, bënim seanca konsultimi, i takonim për korridore, nuk është se ishte një marrëdhënie klasike profesor-student. Dhe gjëja tjetër, që ti në Bedër mund të fitosh eksperjenca jo vetëm nga mësimi, por nga bashkëpunimi me studentë të tjerë. Ti ke student nga Azia, nga Afrika, nga Europa lindore, nga Europa veriore, dhe ti duke ndërhyrë në këto kafe me këta studentët, ti fillimisht kupton ku bie ky vendi. Cilat janë traditat e këtij vendi. Pastaj këto aktivitetet jashtë mësimit, këto ditët kulturore të këtyre vendeve, dhe ti merr një eksperiencë që nuk do ta kishe marrë dot ndryshe. Dëgjon ca gjëra që nuk do t'i kishe dëgjuar dot ndryshe. Dhe prandaj them që Bedër nuk është një universitet, por është një komunitet njerëzish, secili me karakteristikat e veta që bëjnë një buqet të madhe gjërash interesante në këtë universitet. Nështë dhe vlerë. Ka dhe pushkallçeto janë. Okej, mirë, nuk po e prishim. Po pra, ishte shumë e bukur kjo e fundit. Ne na bëhet qefi. Nuk kam konflikt interesi më, se s'ke diplomë tani kështu që mund të flas. Jo, ne prandaj të ftuam sot pasi të kishim mbyllur çdo gjë dhe të na thojë të vërtetën. Para mund të lindin dyshim. Mirë, shumë faleminderit. Unë e them të fjalin jo se e them për ta thënë, po kështu ndjehem sinqerisht, shijoj për herë çdo bisedë. Shumë faleminderit që ishe, që ndave mendimet, eksperiencën, gjitha gjëra që ti ke. Do doja shumë të flisnim për poezi, po s'folëm dot, që në një pjesë tjetër ku i dihet. Unë se ngatroj me gazetarin me letërsinë. Nuk e bëna të gabim. Mund të bëjmë një podcast tjetër? Jo, patjetër. Le të flasim për poezi. Po, gazetarin me letërsinë nuk e ngatrojmë Hikmet e të tjera. Për Nazim Hikmet dhe për Mirë. Smeralda, ke diçka apo e mbyllim? Po, edhe unë doja ta falenderoj Rinaldon që pranoi ftesën tonë që të vinte këtu. Faleminderit për gjitha çfarë the, dhe janë shumë, me vërtet shumë dobishme për gjithë ata që duan të vazhdojnë në gazetari, por edhe për gazetarët e tjerë që janë në profesion. Faleminderit që ke qenë një shok i mirë klase. Edhe të uroj shumë suksese në karrierën tënde në vijim. Faleminderit shumë edhe ju që më ftuat dhe që bëni një podcast kaq interesant për studentët dhe jo vetëm. Patjetër jo vetëm. Mirë. Ky është episodi yt. Deri javës që vjen, ju të kaloni bukur dhe mos harroni na bëni share, na pëlqeni, na flisni, të gjitha. Na reagoni. Mirë, gjithë mirat. Faleminderit që ishit me ne, mirupafshim. Ciao.